Si që shikoni, jemi në këndin tonë të preferuar, në këndin kur ne bëjmë çdo unboxing, çdo haul apo çdo gjë tjetër. Dhe sot është rada për një tjetër haul nga Rossmann. Kështu që do t'ju tregoj se çfarë bleva në Rossmann edhe në Komodita Home, sepse ishte, domethënë në Komodita Home ishte një gjë që e doja shumë dhe po e kërkoja, kështu që jam super excited t'ja u tregoj. Kemi marrë gjërat bazike për çdo femër, një omega 3, kështu kapsul për mamin. Morëm 2 palgeta, kemi marrë këto në masën më për mamin dhe në masën L për mua. I morën masën L sepse masa L i përshtatet gjatësisë time 1.75 deri në 1.80 dhe thash okay, po i marr. Për pjesën tjetër arrin të gjëra apo jo, unë do ju them në një tjetër shorts. I kemi marrë të dyja të zeza dhe ishin kështu me compression të mblidhnin. Një nga këto që vendosen tek pjesa ku bie ajo, t'ja tregoj me tak prap. Vendosen praktikisht besoj kështu. Vendosen kështu edhe këmba ribut këtu dhe nuk keni dhimbje. Unë do t'i marrë me vete në Turqi këto, pavarësisht se kam blerë Temu një lloj tjetër, po ajo ishte cop, jo kështu silikoni. Edhe do shoh kush më bëjmë shumë punë, sepse do veshim taka për natën e vitit 3, natën e datës 31, dhe dua t'jem sa më comfy. Mora një larsin tim, e mora për lëkurë sensitive, pavarësisht se unë nuk kam një lëkurë sensitive, por mendoj gjithmonë që këto duhet t'jenë sa më soft edhe sa më nice për trupin tonë, kështu që mora këtë, ishte rose, ishte super nice, edhe kishte një aromë të mirë, thash okay. Më përpara kisha një të carefree, ajo ishte shkum, nuk e di nëse kjo është shkum, dhe ishte super nice dhe but, nuk të irritonte, kështu që thash okay, më që më mbaroj, po provoj një gjë tjetër. Kemi një gloss nga Catrice në numrin 020, same gloss different day quhet, dhe ishte super nice. Ka një ngjyrë të tillë. Morëm ca magnetic lashes nga Rival Me, do t'i provojmë këto për mami, sepse unë përdor lash classic, kështu që po. Ky lip gloss është nga super nice. Produktet e fundit janë këto 3 ngjyra që neve morëm për thonjë, për tipsat, dhe ishin ngjyra që thashin, do të thonë ishin gel. Ky është një shade rose, një të zezë mora edhe një të kuqe. Gjithashtu në Komodita mora këtë çantën e make-upit, që brenda është BDV themi ne, por anyway rëndësi ka që të ketë më shumë vend për këto gjërat e make-upit dhe unë të arrit të shoh të gjitha dhe do t'i sistemoj tani. Mora këtë ngjyrën kafe, super nice dhe më pëlqen shumë. Kjo ishte edhe videoja, shpresoj të ketë pëlqyer, ne do shihemi në një tjetër short. Mua.